pushimet ligjore, edhe është vendosur që të bëhet centralizimi i numërimit në nivel komunal. Ne kemi sinjalizuar për mundësinë e organizimit kriminal edhe më të lehtë të qasjes së ndikimit në procesin e votimit, sidomos procesin e numërimit, sidomos për votat për kandidat, por kjo ka qenë një marrëveshje mes partive politike, edhe unë konsideroj që hapi parë i gabueshëm që ka prodhuar të kjo situatë është krijimi i qendra numërimit në nivel komunal. Për arsye se nëse që thjeshtsojmë, do të thotë nëse Prizreni ka 230 vend votime ose 300 vend votime, për afërsisht Prishtina, ku i di me numra saktë, do të thotë aty janë përfshin mijëra komisionere dhe vëzhgues. Edhe krijimi i centralizimi në një qendër të numërimit, ku është një numër i kufizuar prej 100 komisionerëve apo vëzhguesve, edhe vëzhguesve, do të thotë ndikimi shumë më i lehtë edhe qasja organizative kriminale për me ndiku në proces o shumë më i lehtë se sa shpërndarja horizontale kur ka qenë numërimi në vend votime. Unë mendoj se kjo është një element. Normalisht që në gjitha zgjedhjet në Kosovë jam i përfshirë, nuk ka pasur asnjëherë në këtë mas vjedhje të votave, qoftë mrena kandidatëve, qoftë mrena partive, përjashtu atëherë mbushjen e kutive të votimit që ka ndodhur në disa qytete të Kosovës, apo nëse guxoj me thonë më mirë në një qytet të Kosovës. Do të thotë në këtë rast kemi pasur vjedhje mes kandidatëve, kjo e preki